Por atëherë kemi humbur, domethënë e kemi humbur analizën për shembull për arsim apo për shëndetësi apo për strukturën është e befasuese për një Shqipëri që 30 e kusur vjet të tranzicionit nuk e kanë ngritë çështjen pse njerëzit nuk kanë ujë të pijes. Që është një çështje fundamentale. Që është një drejtë fundamentale. Pse qytetarët e Shqipërisë nuk mund të pinë ujin, po duhet ta blejnë në shishe. Por kjo kërkon pastaj një analizë shumë të madhe, mandej Shqipëria është vendi i dytë për nga pasuritë ujore në Europë. Edhe është një kontradikt e jashtëzakonshme që tregon për një shoqëri e cila nuk merret me një çështje fundamentale. Por kjo kërkon një analizë fundamentale përderisa një klip 30 sekondash me një batut me kundërshtarin tënd të jep më shumë avantazh politik. Mendoj që ka ndodhur në një fenomen paralel ndërkohë që dalja e mediave sociale, përdorimi i tyre si mjet për të depërtuar në publik, për manipulimin e opinionit të njerëzve, edhe sigurisht natyra e informacionit mesatar që përhapet mediat sociale, interesi për gjëra shumë të vogla, të shkurtra, të shpejta, e ka zbehur pikërisht interesin për argumenta të rëndësishëm dhe fundamental. Por kur bëhet fjala, sepse siç e ka thënë dhe Umberto Eco, budallai fshatit tashmë u bë personazh publik në mediat sociale. Ishte i izoluar dikur sepse ishte vetëm sheshin e fshatit, tash është bërë personazh i gjithëve. Sigurisht politika është dashur përshtatet në këtë dimension të ri. Po nga ana tjetër, përpjekja e politikës në tërësi është ta zbehi vetdijen e publikut për të shqyrtuar çështje serioze, të rëndësishme, për të mbajtur të fjetura instiktet ose antenat e publikut për t'i gjykuar. E tani i shërbejnë nëpërmjet mediave sociale, shërbehen për të arritur këtë qëllim, që mos futen në diskutime esenciale, në diskutime fundamentale, siç i përmendët juve, arsimi, shëndetësia, mirëqenia e njerëzve, të cilat janë projekte afatgjata që kërkojnë analiza të thella, kërkojnë ide inovative, kërkojnë impenjim edhe energji të mëdha, por për t'i arritur qëllimet e qeverisjes me mjete fare të vogla, me mjete të thjeshta, të kalueshme. Rasti i zgjedhjeve të fundit në Kosovë, cilat sigurisht nuk mund të them që i kam ndjekur si ekspert, po ju vetë thatë që unë kam interes për Kosovën, ishte pas shumë pak debate televizive, pas shumë pak debate të vërteta, fundamentale për çështje të qeverisjes së qytetarëve. Edhe sipas asaj që unë di që nga qeverisja nuk ka pasur pothuajse fare përfaqësues të cilët hynë në debatin publik edhe përballuan opozitën me të mirat e qeverisjes, me arritjet e tyre apo mos arritjet e tyre. E njëjta gjë po ndodh edhe në Shqipëri. Edhe në përfundim do thosha që ka ndodhur të dyja fenomenet paralel, zbeja e interesit publikut për çështje fundamentale, por përdorimi i këtij fenomeni nga politikanët për ta arritur suksesin e tyre politik me mjete të thjeshta rrethanore pa impenjim të madh. E në këtë pikë hyn shoqëria civile, në këtë pikë hyn arti, kultura, të cilat e ngacmojnë këtë përmbajtje. Këtu hyn detyra e tyre për ta transformuar shoqërinë, për mos me leju shoqërinë me ra në gjumë apo me ra në gjendje neutraliteti. Këtu hyn arti politik, në raste të caktuara, këtu hyn aktivizmi kulturor, cilat janë sigurisht fenomene sociale që janë zbehur në Shqipëri. Kanë ekzistuar, por janë zbehur sepse vetë politika po themi me mjetet e saj e zbe impaktin e tyre social nëpërmjet uljes së financimeve, nëpërmjet mos mbështetjes së tyre, e shumë elemente të tjerë, cilat pastaj dhe normalisht humbet funksioni i artit jo vetëm si element argëtues, por edhe si një aktivitet njerëzor i cili lidhet drejt për drejt me transformimet sociale. Sepse shpesh ne e shohim artin si një element të formës së shoqërisë, po në fakt bindja ime është që ka forcë transformuese. Për fat keq ne nuk i kemi këto fenomene të thella sot, po e ka atë forcë transformuese. Halli im është ky, më thonë, drama në antikitet ka shërbyer si rrëfim kritik. Më thonë, në Greqinë antike, drama ka qenë rrëfimi, analiza ndaj politike, me mjete artistike natyrisht, ose kritika shoqërore me fjalorin e sotëm. Problemi me të cilën ballafaqohem edhe ky është një dilemë besoj për ty, është se si mundet një shfaqje teatrore
ta kompenzoj gjithë atë vorbull fjalësh të kota të cilat prodhohen në media sociale. Plotësisht dakord me funksionin që ka pasur në antikitet. Madje për ta çuar më tej do thosha që rilindja është shembulli më glorioz, më fantastik, më i jashtëzakonshëm i fuqisë së artit për të transformuar shoqërinë. Sepse pasazhi kalimi mes shoqërisë mesjetare dhe shoqërisë moderne njerëzore është bërë nëpërmjet rilindjes. E në këtë kuptim fuqia e artit është e konfirmuar. Në jetën reale të sotme, në botën moderne të sotme, fuqia e artit për të qenë forcë transformuese, për fat keq nuk është ndërvarur vetëm nga aftësia, talenti apo forca e artistit për ta kuptuar fenomenin social. Sot e kemi vështirësinë për të pasur mbështetjen e dur që këto ide, këto produkte artistike të jenë të shfaqshme për publikun. Ne kemi një sistem për fat keq të pandryshuar nga komunizmi, ku institucionet varen nga qeverisja ende. Ne kemi plotësisht të centralizuar financimin dhe nuk e kemi çliruar në mënyrë financimin për projektet e pavarura. E në rastin kur krijohen projektet e pavarura munden me u mbyt, me u ndalu nëpërmjet mungesës financimit, sepse që të realizosh një shfaqje teatri, do duhet kesh një ambient, do duhet kesh një financim për ta marketuar, për të paguar artistët e tjerë. E ndërkohë kur gjithë sistemi është i ndërtuar në mënyrë vertikale, për aty dy burime ke të mëdha të financimit, ose Ministrinë e Kulturës ose qeverisjet lokale. E të dyja dominohen nga politika. Në këtë kuptim është shumë e vështirë për me financu projekte afatgjata, të cilat merren me atë që mund ta quajmë art politik, ndonse mund duket pak i ashpër si term, po art i cili ngre vetdijen edhe vëmendjen e publikut për çështje të caktuara sociale. Tani kemi një kthim madje në disa vende të Europës. Por rikthehen eksaktësisht tek funksioni që ka pasur arti në Greqinë e lashtë. Pra, një fenomen caktuar politik, social, juridik, deri dhe kriminal, e bëjnë në bashkëpunim gazetarët me artistët të teatrit dhe nuk e depërtojnë direkt në televizion, siç mund të depërtohet nëpërmjet emisioneve investigative apo nëpërmjet shkrimeve të gazetave. E bëjnë një performancë mirëfillte artistike. Edhe e shfaqin për publikun. Pra, janë bërë si forume të pavarura ku ftohet publiku për me qenë prezent edhe me u fol për këto çështje të rëndësishme sociale.